Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Kemi bërë marrëdhënie deri në të gdhir. Gjesti e thot troç për herë të parë. Gjesti fituesi i Bigut, i cili rëmbeu çmimin e madh për 100.000 eurosh në natën finale të 19 prillit, ka bërë mbrëmjen e sotme daljen e tij të parë publike pas mbylljes së spektaklit. Ai ishte i ftuar në emisionin Portokalli, ku u përball me një pyetje provokuese nga aktori Visjan Ukcenaj në rolin e minionit. "Bëre gjë me Eglin tani që dole?" e pyeti Visjani, ndërsa Gjesti u përgjigj duke thënë: "U kry." Reagimi i tij u prit me të qeshura në sallë, ndërsa konfirmoi publikisht intimitetin me Eglin.